Mikrofona kapacitar keni jo? Fol, Osman. 134. Do shmi një kandidati të nësot me të pavarur? Një banërim dhe mirjoje të qërë për të gjitha ta qyteta, intelektual, personalitete që shprehen dëshirën dhe gatishmërinë e tyre për të përballur në interesin në të mirë të qytetarëve të Tiranës, në të keqen që ka vetëm një emër, Edi Rama. Faleminderit. Kandidati emër sot? Shpresoj se po, por do ketë diskutime dhe me koalicion. Shpresoj se po. A kanë ardhur shumë propozime nga kandidatë pavarur? Janë disa. Janë, sepse ka që e kanë shpall publikisht, ka tjerë që më kanë dërguar, kanë shprehur dëshirën. Cilët janë këto emra që kanë shprehur dëshirën? Emrat më të njohur. Tani, emrat më të njohur janë bërë publik në media. Edhe disa prej tyre i kam mësuar nga ju. Unë i kam mësuar nga media disa emra prej tyre. Ato që janë akoma në Të tjerë janë pedagogë universitetesh, janë personalitete të ndryshme që duhet të marrë përpara miratimin që t'i bëjnë publik, se ata kanë ndjekur rrugën të mi dërgojnë këtu dhe jo të bëjnë publik. Do të merret dhe mendimi ala, se jemi në një Qëndrimi i Partisë Demokratike do bëhet sot i ditur? Shpresoj se po. Se kjo ka qenë afatat, ka qenë këto. 48 orë. Po. Faleminderit. Ju pafshim.